Kryeqyteti shqiptar i turizmit hapi sot zyrtarisht sezonin veror, i kthyer vitet e fundit në një destinacion të vizitueshëm në çdo stin të vitit. Gjatë 3 muajve të verës, Durrësi regjistron zakonisht flukset më të larta turistike. Kjo për shkak të kthimit në atë dhe të emigrantëve, shqiptarëve të diasporës, por dhe të huajve që e zgjedhin qytetin buz Adriatikut si destinacion për pushimet e tyre. Me rastin e hapjes së sezonit veror, bashkia ka planifikuar një sër aktivitetesh të shtrira përgjatë 2 ditëve të fundjavës. Kemi parashikuar një kalendar të pasur me aktivitete kulturore, artistike dhe sportive. E nisim pikërisht me garën e notit tek ambientet e pishinës publike me fëmijët të grup moshës 7 deri në 17 vjeç. Vazhdojmë pas me disiplinat të tjera sportive tek shëtitore taulantja, basketbol dhe volejbol. Kemi menduar që të zhvillojmë aktivitete sportive paralelisht në të dyja shëtitoret, shëtitoren e taulantja dhe shëtitoren e plazhit të madh. Vazhdojmë pas mbasdite me orkestrën frymore të teatrit Aleksandër Mojsiu, po kështu edhe me street party, me këngëtar të afirmuar të skenës shqiptare dhe me DJ të mirënjohur. Vazhdojmë sërish nesër me aktivitete sportive dhe kulmojmë me performancën e fëmijëve të Aldo Dance. Me ndihmën e Pallatit Sportit të Bashkisë, na bëri të mundur që të zhvillojmë hapjen e sezonit veror dhe gjithashtu hapjen edhe pishinës verore ku mirëpresim fëmijët të gjithë moshave për gjithë sezonit veror të mësojnë notin dhe të argëtohen në pishinën tonë. Via Bregdetare pas përfundimit të zgjerimit dhe pastrimit e plugimit të rërës është gati për flukse turistike. Me hapjen pak javë më parë të Muzeut Arkeologjik dhe atij etnografik, Durrësi ofron tashmë për të gjithë adhuruesit e turizmit kulturor gjithë potencialin e trashëgimisë kulturore që disponon. Duke qenë se në Durrës flasim për një turizëm gjithëvjetor, masat për sezonin turistik kanë filluar muaj më parë. Duke filluar me pastrimin e vijës Bregdetare, dezinfektimin e shesheve publike, hapësirave publike apo vend grumbullimit të mbetjeve, po kështu janë marrë masat për rritjen e frekuencës së evadimit të mbetjeve. Nga komunikimet që kemi dhe me operatorët turistik, tashmë jemi të lumtur që këtë vit të sezon turistik veror vinë më shumë se 300 struktura akomoduese, çka tregon edhe një herë kapacitetin e madh akomodues që qyteti i Durrësit ka. Gjithashtu këtë vit jemi shumë të lumtur që vinë me 2 muze të rihapur, të rijetëzuar, Muzeu Arkeologjik dhe Muzeu Etnografik. Kemi komunikime të shumta me operatorë turistik, të cilët na kërkojnë paketa të integruara dhe interesi pikërisht për këto 2 muze. Por në Durrës nuk gjen vetëm arkeologji, histori dhe një vit të larmishme bregdetare. Për ata që preferojnë pushime plot adrenalin dhe aventurë, oferta turistike nuk mungojnë. Vitet e fundit, Bashkia Durrës në bashkëpunim me operatorët turistik është munduar që të ofrojë një produkt të ri turistik që ne i quajmë turizmi aventurës. Në fakt ka një interes shumë të shtuar, sidomos nga turistët gjerman, të cilët janë të interesuar të eksplorojnë shtigjet natyrore në kodrat e Kallmit përgjithsisht, gjithashtu dhe në sektorin rinia. Janë disa guida të integruara me motorra 4 rrotësh ose makina off-roads. Në fakt ne po përpiqemi vitet e fundit që ta transferojmë turistin edhe në pjesën veriore të qytetit, pikërisht edhe në kodrat e ishme, sepse dhe aty ka shumë shtigje natyrore për të eksploruar. Ndërkohë, gjatë 3 muajve të verës është parashikuar një kalendar i pasur me aktivitete kulturore dhe artistike.